Kuksi pati divizion dhe u ngop me ushtarak, djemtë e vetë i shikon në kryt detyres me merak. Jo veç ushtarak këmsor, por gjitha armët e shërbimet, pati reparte kundërajrore mbi avion me bon veshtimje. Kuksi atëherë rreth kufitar, duhej qelli të vrotoj, natë ditë pa undar në rast shkelje të veprohet. Kuksi pati shumë vendali, kuadra taft dhe të zot, një ndërtar, një kuadrë ri, Bardhyl Korbi për mbi top. Komandant toke dhe baterie, një kuadrë me fantazi, grupit kundërajror i pati hije të gjithë kuadrë gjithë të ri. Bardhyl Korbi, djali mirë, fort i dashur dhe me shok, dhe kur ish në kohë të lirë, mes ushtarëve do ta shoh. Bardhyli pati dhe guxim nuk qëndroi kot në detyrë, anglishten me fol edhe me shkrim e zotroi shumë më mirë. Disa të tjerë atëherë e përçmuan të sakrifis, por Bardhyli si për herë e din rrugën që ka nis. Si shumë të tjerë do të vepronte, ndër më të parët me lehtësi, në Angli do të shkonte, do t'ja dilte me pavështirësi. Vdekja babës dhe e nonës, gjithashtu dhe vlla Arbenit, e ropatën nga ana anës për t'ja rrit lavdin vendit. Ai këto ditë ndroi jetë, u varros atje në Angli, si kujtim do të mbet për të tjerët këtu në Shqipëri.